Përballja e shqiptarëve dhe serbëve në stadiumin Partizani të Beogradit ka sjellë reagimin e të gjithë klasës politike, ndonse me tone më të buta se pala serbe. Kreu i shtetit Bujar Nishani priti në ambientet e Pallatit të Brigadave kombëtaren shqiptare të futbollit. Presidenti i Republikës ka uruar sportistët për lojën dinjitoze, ndërsa ka dënuar aktet e dhunës në stadiumin e Beogradit një ditë më parë. Ndërkohë që kryetari i Bashkisë së Tiranës si dhe lideri i opozitës Lulzim Basha ka dekoruar lojtarët e kombëtares. Në një postim në Facebook Basha shkruan: "Kam nderin dhe privilegjin t'i akordoj kombëtares shqiptare të futbollit titullin Mirënjohja e Tiranës me motivacionin. Përfaqësoi dhe mbrojti denjësisht simbolet kombëtare, duke na dhënë nder dhe bërë krenar për dinjitetin dhe qytetarinë e treguar në një situatë as pak miqësore dhe të tensionuar." Ndërkaq nga selia e PD-s ish ministri i jashtëm Aldo Bumçi ka dënuar shprehjet ksenofobe anti-shqiptare. Partia Demokratike dënon dhunën e ushtruar dje në stadiumin e Beogradit ndaj lojtarëve tanë kombëtares. Ne I kërkojmë autoriteteve serbe të hetojnë rastet e agresionit në kundërshtim me rregullat e UEFA-s dhe të vënë para ligjit përgjegjësit. I kërkojmë Beogradit të distancohet nga ekstremizmi I shfaqur dje dhe të jap sot mesazhet e duhura të bashkëpunimit, përfshirësi të mirë dhe për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian. Reagime kanë ardhur edhe nga partitë e tjera parlamentare dhe jo parlamentare si PDU dhe FRD, të cilat kanë dënuar sjelljen e serbëve në ndeshjen e 14 tetorit.